ndodh dhe ka që edhe reformat dështojnë. Kur reformat dështon në drejtësi, sigurisht që kjo është shumë e rrezikshme se dështimi çdo reforme tjetër. Por kur pushteti refuzon dështimin e reformës, atëherë ne kemi një përballje me një alarm të madh mjaft që quhet shtet. Pas 10 viteve, ne përballemi me një situatë që nuk ka lidhje me ato që lexojmë në letra, as me ato raporte që sapo dëgjojmë. Pas 10 viteve, nga të cilat ne kemi përjetu 5 vite pa gjykatë kushtetuese, do të thotë kemi jetu me një gjykatë, me një sistem dhe me një shtet arbitrar. Në këto 10 vite, po ka gjatë, kemi jetu me mungesën e gjykatës së lartë, që do të thotë se ne jemi përballë dhe kemi pas një shtet pa të drejtë për qytetarët, ose një shtet në koma. Gjatë kësaj periudhe, ne përballemi me gjykata dhe prokurori që mungojnë në 30% kanë vakanca dhe janë të paplota. Nëse në një zyrë gjykate mungon gjykatësi, aty ligji vdes. Nëse në një zyrë mungon prokurori, aty krimi jeton. Nëse një vendim gjyqësor ne duhet që ta marrim mas 16 vitesh, kjo ka të bëjë me atë që thohet koha dhe ndikimi i tij në dhënien e drejtësisë. A keni pas se sa të padurueshëm janë bërë njerëzit, sepse humbin durimin? A keni vënë re se sa pa besim janë ata ndaj sistemit të drejtësisë, sepse ne i kemi dhënë të kundërtën. Dhe kur i hek besimin dhe ai humb edhe durimin, ai mund të kalojë edhe në momente të një humbje të vedie, se për shpresë nuk flitet më. Këtu, edhe nga drejtuesit institucioneve, në shtanë që numri atyre që janë në paraburgim është disa herë më i lartë se numri atyre të burgosur. Me thoni pak, ku janë drejtat dhe liritë themelore të njeriut? Ky është kapitulli i kushtetues që jep garanci qytetarit njeriut që të ketë të mbrojtë të drejtën e tij në çfarëdo situate. Po nëse ti vendos prangat përpara ligjit, si e ka emrin ky shtet? A thot kushtetuta se do të jetë ligji përpara prangave dhe jo pranga para ligjit? Dhe ju i thoni sukses? Dhe ju i thoni se kjo reformë nuk ka dështu? Po t'ju bëj një pyetje. Pse kjo reforma ju që për mu personalisht është eksperimenti më i dështuar në raport me shteti nuk u apliku as në Maqedoni, as në Maltezi, as në vendet e tjera?